Civil Media. Të nderuar, Ljubomir Krstuski, antar I Komitetit Ekzekutiv të Demokratë. I përshëndes përfaqësuesit e Civil që organizojnë konferencën e sotme për reforma dhe përpjekjet e tyre për ndryshime zgjedhore. Njëkohësisht përshëndes gjithë të pranishmit dhe kam nderin që sot në këtë konferencë të prezantoj qëndrimet e demokratëve për ato cilat dhe çfarë ndryshime rregullore duhet të ketë dhe me qëllim përfundimisht të vendoset të konstatohet vullneti I qytetarëve për zgjedhje, vendosje themeleve të shoqërisë, demokracisë qytetare dhe funksionim të kuvendit në emër dhe në kurriz të qytetarëve, me çka do të mundësohet edhe funksionimi I shtetit. Shpresoj që sot do të kemi dhe bashkëpunim konstruktiv dhe së bashku do të arrijmë qëllimin për ndryshime të ndodhin sa më shpejt. Demokratët angazhohen për një njësi zgjedhore me lista të hapura të kandidatëve. Ndryshimet përkatëse të bëhen në drejtimet në vim. Ndryshimi I modelit zgjedhor nga modeli proporcional në model shumicë. Me perceptimin e modelit të shumicës do të mundësohet çdo parti politike të parashtrojë lista kandidatëve për deputet të cilët do të jenë të zgjedhur për nga numri I votave të fituar nga ana votuesve. Pastaj inkorporim të votimit të detyrueshëm të secili qytetar që ka mbushur moshën 18 vjet që në ditën e zgjedhjeve do të jetë në shtet. Me inkorporimin e votimit detyrumor do të mundësohet edhe census më I madh që dukshëm nga disa ciklet e zbatuara është reduktuar apo mezi sigurohet. Se do të rritet legitimiteti I deputetëve të zgjedhur do të stimulohet edhe vedia të qytetarët për të zgjedhur për deputetët e tyre. Për zgjedhjen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të anulojnë dispozitat që japin mundësi partitë politike, varësisht prej asaj nëse janë në opozitë apo në opozitë, të caktojnë president, kryetar dhe zëvendësin e tij. Njëkohësisht anëtarët e komisionit dhe zëvendësit e tyre të inkorporojnë kriteret për zgjedhje ndër të cilat nuk duhet të ketë antar të asnjë partie politike. Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve të jetë organ profesional I cili do të zbatojë zgjedhjet. Do të realizohet objektivitet gjatë zbatimit të zgjedhjeve, do të minjanohet mundësia për marrëveshje të ndërsjellë në komision me çka nuk do të ndikohet në rezultatet e zgjedhjeve. Në komisionet komunale të përjashtohet mundësia një antar të jetë person me propozim të partisë politike, ndërkohë që këto komisione të jenë të krijuara vetëm nga të punësuarit në administratën publike. Me përbërje profesionale të këtyre komisioneve do të përjashtohet mundësia për antarët e tyre për ndarje të votuesve gjatë realizimit të drejtës së drejtës për votim. Do të përjashtohen, do të eliminohen pa rregullsitë dhe dukuritë të cilat janë paraqitur në ciklet paraprakët të zgjedhjeve të në vende të caktuara të votimit. Lista të hapura të kandidatëve ku do të paraqiten me emër dhe mbiemër të gjithë kandidatët e propozuar nga partia politike apo nga koalicioni zgjedhor me mundësi që votuesit të votojnë për cilin do prej kandidatëve të propozuar. Lista të hapura të kandidatëve do të hapin mundësi për ata të cilët konsiderojnë se si deputet do të përfaqësojnë interesat të qytetarëve. Lista të hapura të kandidatëve do të mundësojnë zgjedhjet të deputetëve kompetent, do të praktiset praktika e deritanishme ligjet të përgatitur nga partitë politike dhe jo nga shërbimet e kuvendit. Koalicionet parazgjedhore të mos mund të ndryshojnë dhe ristrukturohen. Të kufizohet mundësia një deputet cili është në listë kandidatëve I një partie politike apo koalicioni parazgjedhor përsëri verifikim të mandatit, të kalojë në parti tjetër politike apo gjithë të vetë përcaktohet si deputet I pavarur.
Do të mundësohet funksionimi i papenguar i kuvendit, miratimi i ligjeve në mënyrë të drejtë dhe akte tjera dhe vendime nga kompetencat e kuvendit. Do të përjashtohet mundësia për të ndikuar nga pozita e pushtetit dhe autoritetit politik. Kuvendi në mënyrë të drejtë dhe adekuate do të ushtrojë kompetencat dhe obligimet e saj për interesin e qytetarëve dhe të shtetit. Përfaqësimi mediatik të jetë i barabartë për gjitha partitë politike. Të anulohet përfaqësimi i paguar mediatik në debatet politike që kanë mjete financiare, por për përfaqësimin politik të ndahen mjete të barabarta për gjitha partitë politike të cilat kanë parastruar lista kandidatëve në bazë të buxhetit të shtetit. Praktika e drejtanishme ka treguar se në fushatat zgjedhore mundësi për përfaqësim reklamim të paguar politik gjatë proceseve zgjedhore kanë vetëm partitë politike që kanë në dispozicion mjete të larta financiare dhe me këtë ndikohet edhe në vendimin e zgjedhjeve. Të tjerët që nuk kanë mjete financiare për pagim të paguar, reklamim të paguar politik nuk ka mund deri në fund dhe krejtësisht të informojnë qytetarët me programet e tyre dhe politikat zgjedhore. Për çka do të angazhohen nëse kanë deputetë zgjedhur nga kandidatët e propozuar për tyre. Do të sigurohet garë dhe konkurrencë e drejta e barabartë mes gjithë përfaqësuesve politik. Rregullohen në mënyrë plotësuese të gjitha bazat për sigurim të mendimit publik dhe gjithë kjo të mos rregullohet duke paraqitur emrat dhe mbiemrat e kandidatëve të partive politike. Për të shmangur ndikime mbi votuesit të cilët në mënyrë të fshehur dhe të drejtë jo si të intervistuar përkësh të zbulojnë zgjedhjen e tyre. Me këtë sondazh ndikohet edhe në vendimin e votuesve. Testimi i mendimit publik që është bërë me kërkesë të partive politike duhet të shërbejë kjo edhe për analizë interne për gjatë kohës e fushatës zgjedhore dhe gjatë kësaj edhe nga partitë politike që kjo të mos jetë publikisht e publikuar. Testimi i mendimit publik nuk duhet të bëhet sekretari me të në kuptim të kësaj kush për çfarë partie politike do të jep votën e vet. Duhet të përdoret terminologjia opozit, parti jashtë parlamentare të përcaktuara, të papërcaktuara dhe terminologji tendencioze, kapricioze për çëkse. Kështu nuk do të ketë efekt në mbi lexuesit dhe votuesit në mediat ku votojnë. Një duhet të përfaqësojnë edhe agjencitë e autorizuara të cilat bëjnë testimin e mendimit publik. Të përkufizohet të drejta për kompensim të shpenzimeve për komisionet zgjedhore, krahas partive politike apo koalicioneve nga të cilat janë zgjedhur deputetët. Këtë drejtë realizojnë edhe partitë politike nga të cilat nuk janë zgjedhur deputet për shkak se mjetet për këtë qëllim janë mjetet të gjithë qytetarëve në shtet dhe jo vetëm të votuesve në zgjedhjet parlamentare. Me zbatimin e fushatës zgjedhore mjete financiare shpenzojnë edhe partitë nga të cilat nuk do zgjedhen deputet në kuvend, ndërsa partitë të cilat kanë deputet të tyre me marrjet e këtij kompensimi janë në pozitë favorizuar për funksionimin e tyre të mëtej. Për këtë arsye propozojmë ky kompensim ligjor në pajtim me votat që i kanë fituar realizohet nga gjitha partitë politike dhe pse nuk do të kenë deputetin e tyre në kuvend. Përcaktimi i rezultateve, rangim dhe shpërndarje e mandateve të bëhet në bazë të numrit të votave të fituara, të cilat kandidati i propozuar për deputet nga lista e hapur i ka fituar pavarësisht listën e kandidatëve të pavarur. Me vendosje në një listë zgjedhore dhe listat e hapura zgjedhore në mënyrën më objektive do të braktiset modeli aktual i zbatimit të zgjedhjeve në njësi zgjedhore.
Kështu do zgjedhin deputet për të cilët votuesit vetë vlerësojnë se janë më të përshtatshëm për këtë funksion. Gjithashtu do të pamundësohet humbja e votave të caktuara për kandidatët e partive më të vogla dhe shpërndarja e votave për marrje të numrit më të madh të deputetëve nga ana e partive më të mëdha, të cilat mbajnë monopol më shumë veçar në procesin. Vendet e votimit të riorganizohen në komuna me sistemin përkatës në vendet e banorëve, çka do të shmanget ndikim mbi qytetarët në lidhje me prononcimin e tyre të lirë. Për momentin, ky model i vendeve të votimit funksionon shumë vite dhe është i dukshëm ndikimi i tyre mbi votuesit, diçka që e shohim nga shkelet e shumta në të proceseve zgjedhore nga periudha e kaluar. Me riorganizim të ndryshëm të vendeve të banisë në modelin e disa rruga, po vendet të caktuara sikur do të thotë kalja në vendet e rrethinës, me çka do të pamundsohet. Ndikimi dhe efekti në konotacion të aktivistëve dhe funksionarëve në institucionet që jetojnë në këto vende të votimit. Vendet e votimit duhet të shpërndahen në komunat të cilat në ligj do të jenë të paraqitura sipas alfabetit. Qytetarët të cilët janë të shpërngulur nga shtetet dhe janë shtetës të masonist kanë të drejtë të votojnë në përfaqësi diplomatiko-konsullore me dëshmi për shtetësi dhe vend qëndrim para shpërnguljes. Në këtë do të mundësia e qytetarëve të cilët janë të shpërngulur dhe nuk posedojnë letër njoftimi apo dokument udhëtimi nga shteti dhe ende janë shtetës të mosonist të realizojnë të drejtën për votim. Ndarja e mjeteve financiare nga buxheti të rregullohet në mënyrë që çdo parti e regjistruar do të fitojë mjete të barabarta financiare për financim dhe veprim. Mjetet nga pjesa e buxhetit për financim të partive të reduktohen dhe të inkorporohet modeli i financimit që do të mundsoj funksionim të gjitha partive. Dhe jo vetëm të këtyre që kanë fituar numrin më të madh të deputetëve me ndarjen e milionave. Në fushatat politike dhe veprimi politik mjete financiare nevojiten për gjitha partitë politike, shpërndarja e drejtënishme mjeteve financiare për zgjedhjen për sukses në zgjedhjet apo për fitim të 1% së numrit të votave mundson funksionim vetëm të partive më të mëdha ekzistuese derisa partitë e sapo formuara nuk kanë mundësi për garë të barabartë politike për shkak të mjeteve të kufizuara. Njëkohësisht mjetet për financim të partive politike të cilat ndahen nga buxheti janë tepër të larta për shtete të këtillë të varfër. Nga kjo që thash vlerësoj se konsideroj se reformat e vërteta zgjedhore do të ndodhen krahas ndryshimeve në kodin zgjedhor dhe me ndryshimet në ligjin për financim të partive politike, ligjin për media si dhe ligje tjera që kanë të bëjnë me të propozuar. Ju falenderoj për vëmendje. Civil Media